Dhe tash i kthehemi, do thotë lajmeve kryesore që kanë të bëjnë me gjykatën speciale të Kosovës me seli në Hag të Holandës, ku e tregova se po zhvillohen fjalët përfundimtare sikur të mbrojtjes, po ashtu të zyrës së prokurorit të specializuar, e cila kryeprokurore, pra amerikane Kimberly West, ka tronditur opinionin kosovar dhe jo vetëm, duke kërkuar që t'i jepet secilit, pra trupi gjykues i udhëhequr nga amerikani Charles Smith, t'i jep secilit nga të akuzuarit me pretendimet e zyrës së prokurorit të specializuar, ish presidentit të Republikës Hashim Thaçi, pastaj Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, secilit i jepet nga 45 vjet burgim, gjë që është kundërshtuar dhe është çmontuar si ide nga trupat të mbrojtëse të Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit. Në këtë temë është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ka folur për gjyqin që po zhvillohet në gjykatën speciale të Hagës kundër ish-krerëve të UÇK-s. Prokuroria e Hagës kërkoi 45 vite burg për Hashim Thaçin dhe për secilin prej 3 udhëheqësve të tjerë të ushtrisë ligjënitare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Mu desh dhe më duhet sinqerisht, më duhet kohë të kuptoj se si mund të përballet një gjë e tillë, një çmenduri e tillë, një paturpsi e tillë, një mizori e tillë. Me fjalë, kërkesa për 45 vite burg për 4 figura domethënëse të luftës ligjënitare të Kosovës ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës, thot kryeministri shqiptar. Një prokurori krejt e padenj, e cila për të marrë në shqyrtim historinë e përgjakshme të luftës ligjënitare të Kosovës, bëri 6 vite hetim dhe doli me pretendime se gjatë viteve 98-99 që kanë kryer krime kundër njerëzimit dhe krime lufte ndaj civilëve. Por nuk ka asnjë ligj ndërkombëtar që lejon dënime mbi pretendimet të cilat edhe pas një nevojë provë të qartë, ekziston një plan dhe një forcë e organizuar për të sulmuar dhe për të marrë jetën civilëve si të tillë, pse janë civil, thot Edi Rama. Jemi drejt për drejt tani në Hag, Rina Mujku po i përcjell nga